I dashur profesor Moshima, si po e shkon shpika e fundit, e di që do të jetë e mrekullueshme. Fanci juaj më i madh, Tommy Turnbull. I dashur Tommy, ai ka kaluar të gjitha pritshmëritë e mia, por ka frikë se mund të përfundoj tuar të gabuara. Kështu që po e tërgoj atë në një vend të sigurt, diku që ndoshta mund të mësoj të bëhet një djalë i vërtet. Wow! Një djalë i vërtet robot. Si thua vlla? Ore muj! A më bën një nder? Më ndihmon pak këtu. Po, sigurisht! Wow! E ke qarë! Faleminderit! Ha? Ah! Ah! Plako, ti duhet që ta pastrosh këtë vend, sepse unë nuk mund të punoj me këto kushte. Do të merrem tani. Nuk e ko, Plako, ne duhet që të shkojmë në plazh. O nuk mundem. Më duhet që ta pastroj. Unë vabas që Dabi do donte që të shikonte ty atje. Le të shkojmë. Më falëro, nuk është e sigurt. Ka shumë njerëz në plazh dhe nuk dua që të futet në rër. Lasim përsëri. Tommy? Tommy? Ku është ajo? Bambi, ti the që të ishte këtu. Jo, unë thash vabas ajo do donte shumë që të shikonte ty këtu. Ndoshta nëse dim, pa mund të jetë e vërtet. Hey! Largo të thash. Plako, të pas ka dikur dielli sot. Kremi kundra diellit pas ka funksionuar. Unë ja dola! Vërtet është shumë bukur të rithesh gazi, unë dukem shumë spektakolar. Shikoj pak dhomën. Djali robot, ti i papar. Prit pak. Unë e aktivizova atë. Mami! Nuk po besot që me odhi të gjitha lotrat e mia dhe djali robot të plera. Ne duhet ta marrim mbrapsht. Mas u shqetëso, Plako, ti ke policat më të mirë në qytet që të ndihmojnë. Apo jo, barku im? E kuptova vërtet, gazi. Tommy, theu një herë këtu, ti je i dënuar. Ma silla të këtu. Më i pleqët e bërtor, forcën ekstreme. Patjetër që mundesh. Kjo orë është ndërtuar nga një aljash titani. Duket shumë qartë që ka lidhje me djalin robot. Përshëndetje. Oh, wow! Edhe mund të flas me fjalët që ka dëgjuar më parë. Çfarë? Do të thot fjalit e dëgjuara? Ti ke inteligjencë për të komunikuar me të tjerët. Ti je vërtet real. Unë jam djali robot. Po ti, ku ndodhem unë? Unë jam Booker, dhe ti ndodhesh në vendin ku kjo shtëpi është për ata që nuk kanë ku të qëndrojnë. Duhet të lëviz të gjej Tomin. Wow! Shpejt, fshiu poshtë krevatit. Përshëndetje djema. Çfarë duke bërë Booker? Më lër ta gjej, po luan me ato lulet e vajzave.
Ato lëvizin, unë i rrita ato. A mundesh që ta lësh? A mundesh që t'ma japësh mua atë lule? Ajo është vërtet e rrallë. Po, me njëherë. Ajo! A ndihesh mirë? Negative. Kjo është një lule shumë e rrallë dhe vështirë që ta gjesh. Nejse, unë e di që ti do të largohesh, por gëzon që të njoha djali robot. Mos u mërzit, do të rri dhe pak. Ti je vërtet një robot i ndërtuar mirë. Lajmërim. Disa njerëz janë të interesuar që të pirësojnë dikë, dhe ata do të bërin pas një ore. Do të bëjmë gati. Më ndihmo ta rregulloj këtë. Është shumë e shtrënguar. Si thua për një këto mirë, partner? Do që ta marrim një. Vazhdo lëviz dhe vendos plusën përsëri, po më bëj që të vjell. Hej, shoku, hajde këtë që të marrim energji përsëri. Unë shpresoj që të mos kesh problem të rish pak në gjumë, derisa unë të takoj prindrit e mi të rinj. Unë them që është mirë të karikojmë baterinë tënde. Ti mendon se dikush ka për të marrë me vete në shtëpi, apo jo? Në fakt, është një shpresë e vogël e imja. Kush do të donte të merrte në shtëpi ti këputalla si puna jote që nuk di të laj as fytyrën? Çfarë është kjo? Një lodër e vogël për vajza? Buker, të lutem paraqitu në zyrë. Mos u shqetëso, ne do të kujdesemi shumë mirë për të. Shtëpia për fëmijë të pastre. Ai duhet të jetë këtu. Ti je shumë i rënd, Barkush. E ngro shumë kek deri tani. So tani ose do të lër vetëm këtu. Jo më shkatëruat, mund centimet të vetme që të shkoja në shtëpi me një familje, ju e shkatëruat këtë gjë Me për sa mua. duket ti ke ngecur me ne, Buker. Ne jemi kujdesur për lotrën tënde, ashtu si ta premtuam. Dhe me që ti e i mërzitur që ke ngecur këtu, ne menduam të ta bënim qefin nëse bashkohesh me klubin ton. Por si fillim, ti duhet të kalosh disa testime. Koha e pastrimit. Të lutem, jo. Koha për pastrim. Koha për pastrim. Koha për pastrim. Hej, shikojeni pak këtë çuna. Mora një orë të re madhështore. Hej, çfarë bën ky butoni këtu? Po kur? Unë tani kam robotin tim. Kjo është si krishtlindje. Djali robot, jo një bebe. Ai robot më përket mua. Hej, po ti kush je more? Dhe çfarë do këtu? Këtu është djali i gjithë dhe barku i tij dhe ky frikacaku është Tomi me qëra fjala. Në rregull, Ro, le të shkojmë në shtëpi tani. Duhet të luftosh për atë. Bukur, lufto, lufto. Lufto, 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 lufto. Oh! Lufto, 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 lufto. Po. Po ndodh këtu? Pas shikoni se çfarë kemi këtu. Unë ran heri mund disa fëmijë të njëjtën kohë, por gjithmonë në jetë ka herë të parë për çdo gjë çuna. Le ta bëjmë këtë. Jo kaq shpejt. Prit. Unë mendoj që t'jo lodra të përket ty. Mere këtë, shoku. Faleminderit.
A ke për të qenë më mirë tani? Ndoshta jo, po ti. A thonë, Lajmërim. Booker, të lutem paraqitu në zyrë. Prindërit e tu të rinj duan që të marrin në shtëpi. prindër, unë do të adoptohem. Ora! Dhe një çështje tjetër përfundoi me sukses, apo jo, nga gazi dhe barku i tij. Le të shkojmë në shtëpi, partner. O barku, po më Diego, o jo, sa më Diego zot!